Bashkimi Evropian ka arritur një kompromis të ndërmjetëm sa i përket çështjes së aseteve shtetërore ruse të ngrira në vendet e Unionit. Në mbledhjen e së premte, shtetet anëtare miratuan një vendim që parashikon ngrirjen në mënyrë të përhershme të aseteve të Bankës Qendrore Ruse, pa hapur rrugën për përdorimin e tyre të drejtpërdrejtë për financimin e Ukrainës. Vendimi u mor në shumicë votash, ndërsa Hungaria dhe Sllovakia u shprehën kundër. Belgjika, Italia, Malta dhe Bullgaria votuan pro, por shoqëruan qëndrimin e tyre me një deklaratë të përbashkët, në të cilën theksojnë se ky vendim nuk parashikon në asnjë mënyrë një vendimarrje të ardhshme për përdorimin e aseteve ruse të ngrira. Në deklaratë, këto vende kërkojnë çdo veprim për përdorimin e fondeve ruse për të financuar Ukrainën të mos merret me shumicë votash, por vetëm me konsensus dhe unanimitetin nga udhëheqësit e shteteve anëtare të BE-s. Sipas tyre, një vendimarrje e tillë kërkon dakordsinë e plotë të gjitha vendeve për shkak të ndërmjetësisë politike dhe pasojave ligjore që mund të sjellë. Ideja për përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të financuar një paketë ndihme prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën është propozuar një Komision Evropian. Megjithatë, kjo nismë ka hasur kundërshtime të forta nga disa shtete anëtare, përfshirë Belgjikën, Italinë dhe Hungarinë, të cilat shprehin shqetësime për procedimin ligjor dhe rreziqet ekonomike. Aktualisht, Banka Qendrore e Rusisë ka rreth 210 miliardë euro asete të ngrira në vendet e Bashkimit Evropian. Debati mbi përdorimin e tyre pritet të vijojë në nivelin më të lartë politik të Unionit, ndërsa lufta në Ukrainë dhe nevojat për mbështetjen financiare mbeten të larta.